Vushtria dhe kultura e saj nga prizmi institucional. Investimet në kulturë po ecin duke filluar me edukimin e vetës dhe duke krijuar realitetet të reja, ku bukuria dhe mendja jetojnë në harmoni, duke kultivuar të kaluarën, thot drejtori i kulturës, rinisë së sportit, Qamil Sahiti. Shoqëria në Kosovë shpesh kishte rastin të mendoj për të kaluarën e saj, ta ruaj atë, kultivoj, por edhe ta konsumoj. Detyra e ruajtjes së të kaluarës i përket jo vetëm institucioneve, por edhe atyre që e konsumojnë këtë vlerë të së kaluarës sonë, mendon drejtori i Drejtorisë Komunale të Kulturës, Qamil Sahiti. Në kohën kur shoqëria e masave po dikton me kërkesa të mëdha për argëtim, ne po mundohemi që me investime konform mundësive buxhetore, duke shfrytzuar dhe donatorët, të rivitalizojmë të gjithë atë që dëshmon të kaluarën e objekteve të botës kulturore, duke përfshirë sende të prekshme, libra e piktura, statuja e objekte tjera, thot Sahiti. Sipas tij, janë vetëm ato gjëra e objekte që u bëjnë ballë kohës e qëndrueshmërisë, e të cilat mund të konsiderohen vlera kulturore. Vetëm ajo që u bën ballë shekujve mund të pretendojë të jetë objekt kulture, e të tilla në vushtri për fat të mirë ka mjaft, mendon Sahiti. Ai për këtë vit premton që do të ketë investime më të mëdha në restaurimin e kalasë së shtetit, duke shfrytzuar fondet e qeverisë së Kosovës dhe donatorëve siç është qeveria amerikane përmes CHVB-s. Krahas restaurimit të kalasë, këtë vit kemi arritur të sigurojmë donacionin për renovimin dhe restaurimin e shtëpisë së vjetër të Mahmut Ag Gjinollit, ndërsa këtyre ditëve pritet të vazhdohet me ndërtimin e kullës së Azembejt Galicës, tregon Sahiti. Drejtori thot të jetë në kontakte bisedimi edhe me agjencionin turk TIKA, lidhur me mundësinë e tyre për të siguruar donacion për restaurimin e hamamit të vjetër të shtetit. Drejtoria të cilën unë drejtoj ka vizionin e shëndrimit të vushtrisë me komunë, ku qytetarët e saj dinë të kultivojnë trashëgiminë e tyre kulturore, por jo të gjitha po arrin të realizojmë shpejt, duke përfshirë në këtë mes edhe ndërtimin e kullës së Zejnullah Begut, kull ku rrit e u edukua Hasan Prishtina, thot Sahiti. Në programin e drejtorisë edhe programi muzikor Sofra Vushtriase. Sipas drejtorit Qamil Sahiti, krahas aktiviteteve tashmë të zakonta si takimet e poeteshave shqiptare dhe shënimi i ditëve të Hasan Prishtinës, drejtoria do të mbështetë dhe bashkëpunoj për organizimin e festivalit ndërkombëtar të monodramës Monoakt dhe organizimin e programeve argëtuese për fëmijë, e njëmëri aktivitetesh tjera në organizim të programeve kulturore si promovime librash, koncerte recitale e tjere. Në prill të këtij viti, për herë të parë do të fillohet me përgatitjen e programit muzikor argëtues Sofra Vushtriase, me të cilin program synohet të përfshihet e tërë vlera e potenciali që ofron ky qytet, duke përfshirë të veçantat muzikore të tij të kaluara ndër vite e dekada, thot Sahiti. Ai gjithashtu ka vlerësuar lart punën e muzeut etnologjik të shtetit të vendosur në objektin e Qendrës së Kulturës Hasan Prishtina. Ky muze, sado modest që është me pasurinë kulturore që ka arritur të sigurojë, është bërë sinonim dhe identifikim me vetë lashtësinë e këtij qyteti, duke arritur që nga vizitorët të jetë i pakalueshëm, thot Sahiti. Sipas tij, edhe ansambli muzikor e trupa teatrale janë në funksion të gjitha aktiviteteve kulturore të zhvilluara në komunë e Mëgjer, duke siguruar edhe shpërblime nga festivalet ndërkombëtare. Qendra e Kulturës është gjithnjë e hapur dhe në funksion të këtyre aktiviteteve kulturore dhe të argëtimit për rininë dhe të gjithë qytetarët e Vushtrisë. Do të dëshironin të kishte edhe më tepër aktivitete, por aktualisht këto janë mundësitë tona buxhetore, shprehet Qamil Sahiti. Qamil Sahiti gjithashtu fjalë miradije ka pasur edhe për bibliotekën e qytetit Naim Frashëri, e cila gjithashtu vepron në kuadër të Qendrës së Kulturës Hasan Prishtina. Biblioteka ka një fond prej 50.000 tituj librash dhe është në funksion të lexuesve të shumt. Fondi i saj, edhe pse mund të konsiderohet mos të jetë i mjaftueshëm nga kërkesat e lexuesve, ai për çdo vit kalendarik është pasuruar qoftë nga fondet komunale apo edhe me vetë iniciativat e stafit të kësaj biblioteke, siç ishte ajo e javës së dhurimit të librit, nga i cili aksion u siguruan qindra tituj të rinj librash, vlerëson Sahiti. Ai premton që ky fond që ai drejton ka planifikuar një shumë të konsideruar të mjeteve për blerje të librave për bibliotekën. Sahiti, si të arritur, ka përmendur edhe rregullimin e objektit të ri për arkivin komunal dhe pajisjen e tij me inventar e teknologji konform standardeve.
Sot, ky arkiv i vendosur në objektin e ri mund ta funksionalizojë veprimtarinë e vet për të qenë maksimalisht në funksion të qytetarëve dhe të interesuarve për të shërbyer me dokumentacionin e shumtë që posedon nga e kaluara jon, përfundon Sahiti.